Pas verifikimit të fletëve të votimit në 94 kuti të Gramshit dhe Peqinit, ka nisur rinumërimi plot i votave në qarkun e Tiranës. Procesi po zhvillohet në Pallatin e Sportit Farie Hoti dhe përfshin 1282 kuti votimi. Do të shqyrtohen votat për partitë dhe kandidatët. Rinumërimi pritet të zgjasë rreth 10 ditë dhe më pas do të vijojë në qarqet Fier me 587 kuti dhe Durrës 360 kuti, 85 prej tyre të diasporës. Procesi mbikëqyret nga 24 grupe me 63 punonjës, përfshirë 48 numërues dhe 15 zvendësues. Kostoja prej 21 milion lekësh do të mbulohet nga kursimet e mbetura nga zgjedhjet e 11 majit. Vëzhgues do të kenë PS, PD, Mundësia dhe Shqipëria bëhet. Lëvizja Bashk nuk u lejua të marrë pjesë, gjë që ka çuar Arlin Qorin të apelojë në KAS. A mund të ndryshojë rezultati? Në qarkun e Tiranës, si vetmi mandat që rrezikon të ndryshojë është ai i dyti i Partisë Mundësia. Nëse Partia Demokratike merr 1200 vota më shumë, ose nëse Mundësia humbet 117 vota, mandati kalon nga Erald Kapri te Ilir Ali Mehmeti i Partisë Demokratike. Alternativisht, që Mundësia ta ruajë mandatin në kurisë të PS-s, kjo e fundit duhet të humbasë rreth 4500 vota. Diferenca më e ndjeshme është mes Jorida Tabakut dhe Ilir Ali Mehmetit në Partinë Demokratike. Tabaku mban një avantazh të konsiderueshëm prej 2400 votash, ndërsa nga Partia Socialiste Olta Xhaçka ka vetëm 140 vota më shumë se Blerina Gjylameti, ndërsa Xhemal Qefalia është 500 vota pas Ornaldo Rakipit, që aktualisht mban mandatin.